Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Tashme jemi futur në javën e dytë të fushatës dhe sigurisht gjithve i duket sikur din gjithçka, sikur e kanë nuhatur, kush fiton, kush humbet, me sa fiton njëri, me sa humbet tjetri. Por sigurisht është vota juaj që do të fiksoj rezultatin e zgjedhjeve të dielën e 11 majit. Ajo maksimumin çfarë mund bëjnë ne është të masim humore tuaja elektorale. Çështjet që ju shqetësojnë më shumë, perspektiva e vendit, performanca e qeverisë, e kryeministrit, zgjedhja juaj midis temi dy ofertave kryesore, Sali Berishës dhe Edi Ramës. Të do bëjmë sonde me sondazhet e ABC News, komisionuara për një firmë prestigjioze italiane, Angeli Ricerche. Për këtë do flasim sonde, do të jetë sot sondazhi i parë, i thënës parë, që na shoqëroi deri të hënën e fundit me datën 5 maj të vitit 2025. Sigla. Bashkë me mua për të komentuar këtë sondazh janë kolegët e mi, Skënder Mingjozi, mbrëma Skënder. Mbrëma. Martin Leka, mbrëma Martin. Mbrëma. Frok Çulli, mbrëma Frok. Mbrëma. Dhe Roland Lami, mbrëma Lami. Mbrëma. Natyrisht është një sondazh i bërë me një kompani prestigjioze italiane, Angeli Ricerche, e cila do të mbani mend ka qenë nga kompanitë që më saktë se të tjerat përcaktojë rezultatin e zgjedhjeve në sondazhet dhe në exit pollet e bëra në vitin 2021 atëherë me televizionin Top Channel. Sot ata punojnë me ne për këtë sondazh i cili do të jetë për 3 të hëna rresh. Sigurisht dikush mund të pyesë, a do kemi edhe exit pollet? Nuk e dim akoma, çdo gjë është në negocim. Por rëndësishme është që sot do të kemi një pasqyrë të parë se çfarë mendojnë shqiptarët në këtë 10 ditë të parë të fushatës për çështje që na shqetësojnë të gjithëve. Natyrisht, tabelat më të rëndësishme do të jenë ajo për preferencat politike të liderëve politik të vjetër apo temi veteran dhe të rinj shqiptar dhe natyrisht pyetja kryesore. Për kë do të votojnë shqiptarët në 11 maj? Kompania që e ka bërë, Angeli Ricerche, ka bërë një punë kolosale, janë pyetur me mijëra shqiptar, se si janë pyetur ata, sa prej tyre janë përgjigjur. Do të kemi tani në lidhje të drejt për drejt Fabio Vicari, i cili është antar i presidentës së Angeli Ricerche dhe drejtues i këtij projekti së bashku me ABC News. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, direttore, e a tutti i suoi ospiti. Edhe të ftuarve tuaj. Është kënaqësi t'ju kemi sonte në program. Ju dëgjova në edicionin qendror të lajmeve për metodologjinë, po gjithsesi do doja t'ju bëj 2 pyetje të shpejta. Sa shqiptar keni intervistuar, sa prej tyre u janë përgjigjur? Ho sentito la vostra intervista un'ora prima, ma comunque vi domando. Quanti albanesi avete, diciamo, contattati e quanto di loro li hanno risposte alle vostre domande? Allora, gli albanesi contattati Shqiptarët e kontaktuar janë më shumë se 6.000. Le interviste complete, quindi quelli Intervistat che e hanno risposto plotësuara a tutte le domande totale, ata që sono janë più di përgjigjur 2000 gjitha persone. pyetjeve janë më shumë se 2.000 persona. Allora, professore, l'altra domanda è qual è il margine di errore? Pra, professor, cili është temi kufiri i gabimit statistikor në këtë sondazh? Il margine di errore, diciamo, Margji i gabimit është nga pjesa jonë, sot è minimo. është minimal, Almeno dalla margji i nostra gabimit, esperienza, ma sipas eksperiencës sonë. viviamo un periodo politico Por jetojmë në molto një periudhë politike particolare, shumë të quindi veçantë, tutto kështu può që çdo gjë mund të ndodhi. L'esperienza è quello che Por abbiamo sipas fatto, eksperiencës, asaj që kemi bërë dhe shembullit të zgjedhjeve të fundit, kanë demonstruar se puna jonë afrohet shumë në përfundimet. Por ritheksoj se ajo çfarë ka ndodhur sot me Papa Franceskën ka shumë situata që ndikojnë në diferencat sociopolitike. Atëre, prima ci uniamo al lutto del popolo italiano e tutto il mondo per la morte del Papa Francesco, che ho avuto il privilegio di incontrarlo 2 volte. Però la mia domanda era precisa sul margine, avete una cifra sul margine di errore, pra a keni një shifër sakt për temi kufirin e gabimit në këtë sondazh? Ma il margine di errore solitamente Kufiri i gabimit, nëse bazohemi dare questi numeri solitamente të jap këto numra, non ci piace. vetëm nuk na pëlqen.
të jemi shumë në detaje, por jemi afër 2 në 3, 2 deri në 5%. Okej, pra e nisim nga 2% që është minimalja deri në 5%, ndërkohë siç e pam pra nga përgjigjja e profesor Vikarit janë përgjigjur nga 6.000 veta që janë pyetur, 2.000 për tyre janë përgjigjur të gjithë temi kuestionerit, gjithë pyetjeve. Atëherë do doja pa humbur kohë të shkonim tek bloku i parë, e cili është bloku që lidhet me skenarin sociopolitik të vendit, një sondazh që është kryer kryesisht në Tiranë, Fier, Elbasan, Durrës, Korçë, Shkodër, Vlorë, Berat, Lezhë, Dibër, Kukës dhe Gjirokastër. Ndoshta e kemi tabelën e dytë e cila na jep një paraqitje më të plot, tabela tjetër besoj që na jep më të plot edhe për vendbanimin, tabela tjetër ju lutem, që jep edhe ndarjen në Gjini, ndarja gati 50 me 50 në Gjini, vendbanimi kryesisht urban 62%, 37.8% rurale dhe moshat siç i keni aty pra siç i keni aty më poshtë. Ky është kampioni i të anketuarve statusi i punësimit, niveli arsimor i cili bazohet tek temi gjysma e tyre gati në shkollat mesme profesionale dhe pjesa tjetër 26.7%, diplomë universitare, arsim fillor, 24.2%, statusit punësuar. Më tepër po ja jap këto për treguar sepse dua t'i bëj profesor Vikarit një pyetje. Professor Vicari, li faccio un'ultima domanda sul campione prelevato da questo sondaggio. Cioè vedo le strati sociali, l'età, l'istruzione. Rappresenta questo campione un campione diciamo nazionale dell'Albania sul base statistiche della nostra società? Pra aparaqet ky kampion, një kampion të vërtet real shoqërisë shqiptare në bazë statistikave të shoqërisë tonë? Sì, diciamo si basa soprattutto di un campione sidomos në bazë të një kampioni të personave që kanë dëshirën synimin për të votuar në pjesën më të madhe, në bazë të situatës së Shqipërisë sot në pjesë të intervistuarve, gjithashtu e kemi në të tjera kërkime që kemi bërë në të shkuarën. Okej. Atëherë shkojmë tek tabela e parë që është më e rëndësishmja për momentin, tek pyetja si jetohet sot në Shqipëri. Atëherë shikojmë tabelën e parë, e shikojmë dhe në ekran, pra si jetohet sot në Shqipëri. Shikojmë që mirë janë përgjigjur 45.8, shumë mirë 6.3, keq 40.1 dhe shumë keq 7.8%. Vlerësimi pozitiv, pra mirë dhe shumë mirë, është 52.1%. Krahasuar me vitin 2021, kemi një rritje prek 6.9%. Allora, professore, la domanda è sull'ultimo, diciamo, l'ultima cifra. 52.1% bene o molto bene si vive in Albania. Ma il paragone cioè il paragone del 2021, dove è basato? Lei dice che 6,9 sono più in positivo nella risposta, cioè al paragonato al 2021. Cioè, qual è la cifra paragonata? Avete già una cifra che avete misurato 4 anni fa? Pra po e pyes profesorin, shifra vlerësimi pozitiv si jetohet mirë në Shqipëri është 52.1%, por është plus 6.9% krahasuar me 2021, po e pyes profesorin krahasuar mbi kë të dhënë që ai ka matur 4 vite më parë. Si profesore, mi dica. Allora, il dato sì ce l'abbiamo, non l'ho sotto gli occhi, ma se nuk i kam këtu në këtë momente, por nëse interesojmë mundemi patjetër mund të rikthej të dhënat, por patjetër janë bazuar në kërkime që janë bërë më parë. Pra, ju thoni që në Shqipëri, sipas sondazhit tuaj, ka një rritje gati 7% të personave krahasuar me 4 vite më parë, që mendojnë që jeta është më e mirë se 4 vite më parë. Cioè, lei dice che nel 52.1% sono quasi 7% in più di 4 anni fa. Esatto. Po, pikërisht. Okej. Atëherë kalojmë tek slajdi tjetër që është po ashtu një i rëndësishëm, si është lidhet me humorin e shqiptarëve se si e shikojnë ato zhvillimet e vendit tyre. Pyetja tjetër është duke menduar për Shqipërinë në përgjithësi, cilat janë sipas jush problemet kryesore?
Allora, professore, se lei sta vedendo il tabellone, ci può anche dire le cifre. Un attimo, sono... Vetëm një moment, ju lutem. Ok. Po. Stiamo parlando della crisi economica, diciamo dello scenario sociopolitico nazionale. Skenarin sociopolitik në këtë moment. Mund të shohim se mendojmë se sipas Shqipërisë në përgjithësi. Secondo lei, questa è la domanda che è stata posta, le principali problemi del cilat janë problemet kryesore të vendit? Kriza ekonomike e inflacionit, siç mund ta shihni, është ajo që tregon edhe numri më të lartë, që është 18.9%. Quindi siamo quasi al 19%, è comunque un problema che është një problem i cili shfaqet edhe në të shkuarën, që ka pasur edhe në kërkimet të mëparshme që kemi bërë, një situatë, një problem aktual që vijon, por do thëja jo vetëm për Shqipërinë. Mungesa e punës, kemi 15%, kjo është një problem që ndihet shumë përsa i përket në anën shqiptare që janë pensionet e ulta që janë 13.2%, emigrimi 11.3%, e kemi parë edhe në zgjedhjet e mëparshme kur kemi dalë në zgjedhjet lokale, korrupsioni 10.1%, varfëria 9.7%, pagat e ulta 7.7%, la criminalità iniziamo a scendere, criminalità e sicurezza, kriminaliteti vijon duke ulur, sono 3.4, infrastruktura 3.4%, kriza politike vijojmë me 2.8%. Andiamo poi con il cattivo governo 2.1%, qeverisja e keqe 2.1%, cultura e turismo 0.9%, 0.9%. Duhet të them, në këtë periudhë, ajo që kemi vënë re, kemi parë dhe në Itali një rritje, kemi parë në të paktën vediamo un incremento sulla parte turistica, në rritje në turizmit edhe lëvizje nga Italia drejt Shqipërisë në krahasim me vende tjera. Lufta ruse-ukrainase nuk sepse ndikon shumë në 0.6%. Okej, atëherë kalojmë tek slajdi tjetër, i cili është po ashtu që lidhet me skenarin shoqëror dhe politik kombëtar. Pyetja e radhës është nga opsionet e mëposhme, cilat mendoni që janë më shqetësuese për momentin. Shikojmë që mbetet inflacioni dhe rritja e çmimeve në vend parë me 32.1%, rrogat e ulta dhe pensionet e ulta është interesante se del në të dy temi pyetjet, 30.1%, mungesa e punëve të paguara mirë, papunësia 14.2%, korrupsioni 13.9%, zhvlerësimi i erës 4.3%, furnizimi me energji karburante 2.4%, lufta siguria 2.1%, borxhi i vendit dhe i popullit 0.9. Professore, la mia domanda è sui bassi salari e i pensioni bassi e poi anche cioè il basso livello dei salari e la disoccupazione. Cioè, questi sembrano interessanti perché escono anche nel tabellone di prima. Pra po e pyes profesor Vikarin sepse rroga e ulët, pensionet e ulta, papunësia, mungesa e punëve të paguara mirë, duken dy çështje shumë të rëndësishme edhe në pyetjen e mëparshme. Sì, no, è interessante perché është interesante po sepse vjetre se kampioni përgjithsisht në intervistuarit vënë re që është një problem i ndjeshëm, i ndjerë, edhe dikush është një pikë sugjerimi për cili ndoshta që do të fitojë zgjedhjet, në sensin që inflacioni dhe rritja e çmimeve ka prekur çdo, flasim qartësisht janë situata që jetojmë edhe në Itali, kështu që nuk është veçanërisht diskutueshme në atë që shihet në vendet tjera të Europës. Rrogat e ulta është e njëjta gjë njësoj. La mancanza di lavori ben retribuiti per e punëve të paguara mirë, për sa i përket shohim, nëse marrim grupin e personave që kemi intervistuar, për pjesën më të mirë janë persona të cilët kanë punë, janë të punësuar, që kalojmë
kalëm nga 30 në 14% interes. Shohim që përgjithsisht në qytete ku vinë edhe grupet e targetuara ka një diferencë të vogël. Atëherë, kalojmë tek pyetja tjetër, që është një pyetje që në farë mënyre i përmbledh edhe temi përshtypjen finale të njerëzve, në përgjithësi në cilin drejtim po ecën Shqipëria. Kjo është pyetja e radhës dhe si e shikoni, në drejtimin e dur përgjigjen 49.7% të njerëzve, në drejtimin e gabuar 20.8% e njerëzve, as në drejtimin e dur, as në drejtimin e gabuar 9.5% të njerëzve. Pra shikojmë një ndarje simetrik e cila tregon që temi gjysma e shqiptarëve mendojnë që vendi po ecën në drejtimin e dur, ndërkohë gjysma tjetër mendon jo ose është në vendin nuk do bëj as përpara dhe as prapa. Por ndërkohë kalojmë pak edhe tek tabela tjetër e radhës, duke menduar për të ardhmen, pra i pyeten për të ardhmen shqiptarët. Sipas mendimit tuaj, situata ekonomike në Shqipëri, çfarë do ndodh me të? 40.4% përgjigjen që situata do të përmirësohet, 20.9% do të mbetet e njëjtë dhe 38.7% janë ata që mendojnë që vendi do të jetë më keq se ç'është sot. Allora, professore, questi ultimi tabelloni, l'ultimo è sulla situazione economica negli anni del futuro, quando ci dice che sono determinanti per l'umore politico della gente che voterà all'11 maggio. Pra, pyetja ime është sa do ndikojnë, këto pyetje sa ndikojnë realisht në humorin e njerëzve që do të votojnë në 11 maj? È sigurt, për sa I përket situatës ekonomike në Shqipëri, nëse do përmirësohet në të ardhmet është thelbësore. Interesante që mund të shohësh se personat janë potencialisht pozitiv, sepse shohim 44% që e konsiderojnë se do të bëhet më mirë. Për sa I përket një 38% që sheh një situatë negative, duke parë dhe një situatë politike që sinqerisht në këtë momente që shihet në rrugën e drejtë, sepse jemi gati në 50% që e